të na jep Allahu bereqet edhe në fjalët tona. Edhe dituria ka bereqet. Ajo dituria e cila ka bereqet për hapet, ndikohen njerëzit, pendohen njerëzit, udhëzohen njerëzit, edhe dëgjimi i xhamatit ka bereqet. Kur është bereqeti? Kur e dëgjon një fjalë dhe praktikon atë. Nuk ka bereqet nga ai dëgjim që dëgjojmë dalim prej xhamie sikur nuk ka ndodhur kurrë. E fal namazin e xumas, pastaj e lën namazin e ikindis, e lën namazin e akşamit dhe yacis. A ke dëgjuar? Ke dëgjuar. A ka bereqet? Nuk ka bereqet fare. Që të ketë bereqet, ajo e cila thuhet, ajo e cila lexohet, ajo e cila dëgjohet, duhet të praktikohet. Andaj bereqeti në jetën e besimtarit është prej gjërave më të rëndësishme. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na jap bereqet në fjalët tona, Allahu të na jap bereqet në diturinë tonë.